Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për dosjen 5D që i përket fraksionit të dytë, duke dënuar me burg drejtoreshën e klubit sportiv të Tiranës Debora Keqi dhe 3 të pandehurit e tjerë, Teuta Guri, Reinaldo Gjerazi dhe Jetion Meraj. Gjykata e posaçme dënoi me 1 vit burg drejtoreshën Debora Keqi për çështjen 5D. Dënimin në burg gjykata e konvertoi në 16 muaj shërbim prove. Keqi u gjet fajtore për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Gjithashtu i hiqet e drejta të mbajë funksione publike për 5 vite. Teuta Guri u dënua me 9 muaj burg, përfundimisht 6 muaj. Vendimi pezullohet dhe zëvendësohet me punë në interes publik. Pa shpërblim 60 orë brenda 6 muajsh. Reinaldo Gjerazi u dënua me 9 muaj burg, përfundimisht me 6 muaj burg. Pezullimi i dënimit me burg dhe zëvendësim me 60 orë pune në interes publik brenda 6 muajsh. Jetion Meraj dënohet me 9 muaj burg, përfundimisht me 6 muaj burg, pezullim i dënimit dhe zëvendësim me 60 orë pune në interes publik brenda 6 muajsh. Nga hetimet e kryera nga SPAK e pandehura Debora Keqi në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor Klubi Sportiv Tirana, institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës, në bashkëpunim me të pandehurit Teuta Guri, Jetion Meraj dhe Reinaldo Gjerazi, në cilësinë e anëtarëve të Klubit Sportiv të Tiranës kanë krijuar për operatorin ekonomik 5D Construction SHPK avantazhe dhe privilegje të padrejta në procedurën e prokurimit me objekt të rikonstruksionit e palestrës së Mundjes, tender i zhvilluar në dhjetor të vitit 2020. Ndërkaq, një tjetër proces sipas procedurës së zakonshme prokurohet ndaj dosjes 5D. Kërkesën e 4 të akuzuarve për të veçuar nga pjesa tjetër e grupit të arrestuarve për shkak të veprave penale, trupa e gjykimit e rrezoi, duke vendosur që i gjithë grupit të gjykohet së bashku me një proces të vetëm. Ndaj 3 ish-drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, Redi Molla, Taulan Tusha, Mariglen Çatos, si dhe Enton Punavia, Julian Zanaj, Albano Janku dhe Nestor Muhamet Llari, do të nisë gjykimi në themel. Më herët trupa gjykuese rrezoi kërkesën e grupit për të gjykuar me procedurën e shkurtuar. Ish-drejtorët e Bashkisë Tiranë u arrestuan në muajin mars vitit 2024 me urdhër të prokurorisë së posaçme, në kuadër të hetimeve për dosjen 5D. Sipas hetimeve, bëhet fjalë për të paktën 11 procedura tenderimi në shkelje të ligjit në harkun kohor të 6 viteve, nga viti 2016 deri në vitin 2022.